Broma dhe mirësoj gjeta. Atëherë, sot kemi dëgjuar artikulim nga zoti Berisha se protesta e opozitës mund të shkojë deri në ngujim. Protesta e radhës pas asaj së 24 janarit do të jetë e 10 shkurtit. Çdo të thotë deri në ngujim. Flitet për një grev urie, flitet për një zhvendosje në bulevard të deputetëve, të njerëzve të rëndësishëm të opozitës, çfarë pritet ndodh? Atëherë është ajo që e kemi paralajmëruar prekosh, që si pasojë aferave më të mëdha, si pasojë keqëqeverisjes së vendit, mungesës zgjedhjeve të lira dhe mungesës së mundësisë për të ndryshuar. Po patjetër dhe pengimit të drejtësisë në një farë mënyrë për të bërë punën e vet nga krahu i qeverisë, Partia Demokratike është në kryen e përgjegjësisë së saj morale dhe ligjore si opozita e vendit, dhe së bashku dhe me partitë e tjera opozitare, në kërkesën për largimin të Edi Ramës dhe patjetër qeverinë teknike dhe më pas organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në kuadër të kërkesave dhe të sensibilizimit dhe të sakrificës që opozita po bën në kryen e detyrës së saj, janë dhe pikërisht protestat të cilat e kanë shpallur dhe më përpara zoti Berisha dhe gjithë ne, shpreh vendosmërinë për të ndjekur të gjitha hapat e nevojshme, presionin politik dhe po ashtu nëpërmjet protestave për të arritur qëllimin pasi rrugë tjetër nuk ka. Për të kthyer vendin në një qeverisje normale, në një qeverisje që vjen nga vullneti i zgjedhësve si pasojë e zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe patjetër një qeveri që ekziston instrumenti për ta larguar në momentin që keq qeveris. Dhe për fatin tonë të keq, Shqipëria është në këtë drejtë pasi nuk ekziston më instrument që të garantojë rotacionin e pushtetit. Që do të thotë që sot të rinjt largohen dhe gjithmonë më shumë shpopullohet Shqipëria pikërisht për mungesës së perspektivës, sepse duke qenë se ju ke hequr dhe të vetmin mjet që ata të vendosin, që është vota, pasi ti mund të votosh dhe ti mund të kesh mund të mbështetësh çdo lloj parti opozitare, por sido që të jetë mekanizmat e pushtetit dhe të parave të korrupsionit, të parave të narkotrafikut, të bandave të organizuara, të përdorimit të shtetit në funksion të partisë, nuk e lejojnë këtë gjë. Atëherë çfarë i ngelet opozitës? Opozitës i ngelet të dalë të sensibilizojë dhe të jetë në krye të një lëvizje që synon rrëzimin e qeverisë Rama dhe patjetër organizimin e zgjedhjeve të parakohshme, zgjedhjeve të lira, zgjedhjeve të cilat do t'i japin mundësi vendit për një rotacion politik dhe për një ndryshim tashmë të merituar. Kur flisni për sensibilizim, natyrisht besoj e keni fjalën për një sensibilizim edhe të opinionit ndërkombëtar. Pra, të atyre partnerëve që e monitorojnë Shqipërinë. Dhe në këtë kuadër është interesante deklarata që bëri në Tiranë ditën e premte raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Shider, kur tha tjetër është Shqipëria që na shfaqet nga ato pamjet e protestave të opozitës dhe tjetër është kjo Shqipëria normale që tha që shoh me sytë e mi. Foli për një demokraci normale. Tani si ti kuptojmë këto që